Mbrëma të nderuar teleshikues, erdhëm në emisionin Alo Policia Siguria në Fokus, si çdo të premte, ora 20 deri 21 këtu në Fax News. Sot kemi një temë të veçantë ku do të trajtojmë sigurinë, kryesisht nga institutet e sigurisë, shoqëritë private të sigurisë fizike dhe partneriteti i tyre për sigurinë publike. Dikur policia e shtetit ruante të gjitha institucionet. Flas mbas viteve 90, 91, 92, kur këta institucione ruheshin nga Drejtoria e Dega e Ruajtjes dhe Sigurisë të Objekteve të Tiranës. Ashtu edhe në rrethe, këta ruheshin nga policia e shtetit. Institucionet ishin të tilla ku shteti ruante çdo gjë. Nga spitalet, gjykatat, prokurorit, hetusit, institucionet si fizika bërthamore, trupi diplomatik, transporti i vlerave monetare, brenda qytetit dhe nëpër qytete, ruante edhe objekte të cilat ishin si transporti i trenave apo transporte të tjera, radiostacionet, pra ishin shumë. Dhe si tilla, një forcë e madhe policore, prej 1200 forcash policie, e shtrirë gjërësisht në territor, arriti të transformohet ku shteti detyrimisht gjeti mundësinë mbi bazën e ligjeve dhe të eksperiencave europiane që të lëshonte disa objekte. Dhe për këtë lindi policia private e njohur në zhargonin popullor ose shoqëritë private të sigurisë fizike. Sot ka një sasi të konsiderueshme të shërbime të tilla, të cilat bazohen në ligj, dhe si tilla ato sot kanë objekte të rëndësishme, nga objekte bankare, transport vlerash monetar për ato të cilat i kishte dhe i ruante shteti shqiptar. Për të kaluar nga policia e shtetit tek policia private ose tek shërbimet e sigurisë fizike, ka pasur dhe një fazë të ndërmjetme. Në atë kohë u krijua e quajtur policia me kontratë. Çdo të thotë që pagesat nuk vinin më drejt për drejt nga thesari, por objektet e veçanta si Banka e Shqipërisë, Ministria e Financave apo institucione tjera depozitonin shërbimet, pagesat për këta punonjës policie, të cilët mbaheshin për një farë kohe deri në krijimin e asaj që quhet shërbimet e policisë private. Sot këtu kam në panel një kompani, kam tentuar të merre disa kompani, por një kompani e modeluar me një eksperiencë të gjatë, e cila sot këtu së bashku në këtë panel ndajnë pikërisht këto problematika për të dhënë një informacion për publikun, për gjithë ata që janë të interesuar për të ditë çfarë është shërbimi i sigurisë private. Kam Edmond Mulej, kënaqësi që ju kam në studio, drejtor ekzekutiv i kompanisë ARB, Kristina Boci, është përgjegjëse mos gaboj e sallës operative, Irena Hoxha, përsëri merreni me sallën dhe me shërbimet e tjera. Përgjegjëse e sallës operative. Dhe Dritan Dervishi, i cili merret sigurisht pjesë e strukturës, por kryesisht me qytetin e Tiranës, ku është observatori më i madh i objekteve, i burimeve njerëzore, por dhe i përqendrimit të vetë ekonomisë shqiptare. Mbi 60% e ekonomisë është përqendruar në Tiranë. Prandaj Tirana ka një rëndësi të veçantë. E nisim me ju, i nderuar Mulej. Sigurisht që shoqëritë private të sigurisë fizike operojnë në bazën e një ligji. Pra ka një ligj i cili ka pasur disa ndryshime dhe sot ai është u bazohet dhe puna juaj. Çfarë është ky ligj? Si është aktiviteti, si e ushtroni ju këtë aktivitet dhe kryesisht në çfarë fushësh shtrihet aktiviteti i kompanisë? Zoti Softa, ju falenderoj për ftesën, po kështu dhe për temën e emisionit. Është një gjykoj dhe vlerësoj që është një temë shumë e gjendur dhe me shumë vend për të informuar publikun në gjerë mbi rolin, organizimin dhe funksionimin e shërbimit privat sigurisë fizike. Shërbimi privat i sigurisë fizike u krijua dhe lindi si nevojë e shoqërisë dhe e biznesit post viteve 90 për ruajtjen e aseteve, të pronave dhe të jetës. Sot, shërbimi privat i sigurisë fizike funksionon mbi bazën e një ligji organik, ndryshe nga bizneset të tjera. Shërbimi privat i sigurisë fizike funksionon mbi bazën e ligjit 75 të vitit 2014 për shërbimin privat të sigurisë, urdhrave, udhëzimeve të ministrit brendshëm për shërbimin privat të sigurisë
dhe më i fundit është udhëzimi numër 150 datë 16/8/2024 për shërbimin privat të sigurisë fizike, urdhrave udhëzimeve të drejtorit përgjithshëm të policisë për problematika dhe situata të caktuara. Kuadri ligjor për shërbimin privat të sigurisë fizike është i plot, normon dhe rregullon punën me çdo hallk dhe element të këtij shërbimi, që nga përzgjedhja, rekrutimi, certifikimi i burimeve njerëzore, deri tek përcaktimi i rregullave të qarta dhe të kryes shërbimit për të dy kategoritë, pra ruajtjen dhe sigurinë e objekteve dhe aseteve dhe ruajtjen dhe transportin e vlerave monetare. Për të qenë më konkret, Arb Security është themeluar në vitin 2007. Është i licencuar nga drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit me 2 licenca. Licencën 13A për ruajtjen dhe sigurinë e objekteve, personave juridik dhe fizik, dhe licencën 13B për ruajtjen dhe transportin e vlerave monetare. Licenca është kombëtare apo jo? Po. E ju ushtëroni aktivitet në të gjithë territorin e Shqipërisë për ruajtjen dhe sigurinë e objekteve dhe për transportin e vlerave monetare mbi bazën e kontratës dhe bashkëpunimit me bankët, po, dhe ku ato kanë filialet e tyre. Licencat janë kombëtare, ne Arb Security e ushtron aktivitetin e saj në 12 qarqet ose prefekturat e vendit. Ka në ruajtje një gamë dhe larmishmëri të madhe objektesh. Ne i ndajmë në 3 kategori objektet që ruajmë: objekte strategjike dhe objekte të rëndësisë veçantë, objekte komerciale dhe objekte industriale. Tek objektet strategjike dhe objektet të rëndësisë veçantë janë gazsjellsat, hidrocentralet, përfaqësitë diplomatike. Tek objektet komerciale janë qendra tregtare, universitete, spitale e tjerë. Dhe objektet e banimit që janë rezidencat luksoze të banimit apo rezidencat e pushimit për gjatë vijës bregdetare Durrës Sarand. Ndërsa tek objektet industriale janë impjantet e industrisë rënd, fabrikat industriale, impjante fotovoltaike e tjerë. Tani për publikun një informacion para se të kalojmë tek ju. Shoqëritë private të sigurisë fizike kanë një numër të konsiderueshëm punojësish, të cilët licencohen në bazë disa kriterëve që unë do t'ju pyes çfarë kriterësh ka për të bërë një punojës sigurie. Por në shkallë vendi ka rreth 8.700-9.000 punonjës të punësuar nga 189 kompani, nga të cilët vetëm në qytetin e Tiranës janë rreth 3.000 apo 3.500 punonjës të inkuadruara në mbi 90 kompani që veprojnë në këtë territor. Janë mbi 2.665 objekte që ruajnë nga këto shërbime, janë 787 automjete pra të gjithë kompanive bashkë, mbi 200 mjete të blinduara për transportin e vlerave monetare dhe mbi 2.000 e sa armë që janë duar të këtyre punojësve, të cilët janë kryesisht të përqendruara jo në çdo objekt, por në objekte të cilët janë të klasifikuara ku niveli i sigurisë kërkon prezencën apo mbajtjen e armëve. Flas për transportin e vlerave monetare, objekte si sistemi bankar e tjerë. Pra në gjitha ose depot e ujit, hidrocentralet, pra ato vende që kanë një shkallë të përcaktuar rreziku. Quhen objekte të veçantë, por që me ndryshimet ligjore i kalojnë shërbimet policisë private, por ndërkohë nuk shmanget detyrimi nga policia e shtetit. Tani vim tek mënyra se si operojnë këta shërbime. Pra, thamë që licenca është një 3A, që është një licencë kombëtare për ruajtjen e gjitha objekteve në territor, vjen licenca 1-3B, që ka një tjetër drejtues teknik që vjen për transportin e vlerave monetare. Kjo është një lloj infrastrukture ose një strukturë e cila ndahet në mënyrën e organizimit. Vim tek salla operative. Pra, gjitha këto objekte sot ruhen me roje fizike, me sistema alarmi, me sisteme të monitorimit ndërmjet kamerave, por gjitha këto sistema alarmi
Dhe kamerat të cilët monitorohen do të shkojnë dhe të adresohen diku. Pra ka objekte që i kanë brenda objektit, e ka shërbime brenda që ai mund t'i monitorojë, por ka dhe kamera të cilët nuk punojnë bankat kur mbyllen, dhe kamerat duhet të transmetohen diku. Policisë private apo vetë institucionet bankës, kjo është për ta diskutuar. Çfarë është salla operative? Atëherë, përshëndetje sërish, dua t'ju falenderoj për ftesën. Për sa i përket sallës operative, ndryshe qendra e menaxhimit shërbimeve ka një detyrë thelbësore në SHPSF, pasi kryen detyra në drejtimin, menaxhimin dhe kontrollin në kohë të lartë, me vigjilencë dhe në kohë dhe në gatishmëri të plotë. Atëherë, për sa i përket shërbimeve, janë të ndara në shërbimet me ruajtje fizike, me roje dhe shërbimet cilat monitoron 24/7. Në sallën operative të shpërndarë në 3 turne dhe monitorohen në bazë të sistemeve të avancuara të sigurisë, sistemet e alarmit dhe të kamerave. Për sa u përket sistemeve, domethënë shërbimet që ku janë të implementuara sistemet e alarmeve, të cilat monitorohen. Me ardhen e sinjalit të alarmit, niset grupi i verifikimit, nëpërmjet jepet ky sinjal, nëpërmjet mjeteve të komunikimit, siç është radioja, niset grupi i verifikimit, dislokohet në objekt dhe më pas bëhet vlerësimi i situatës sipas rastit, sipas nevojës. Pak a shumë kjo është një tablo e përgjithshme e mënyrës se si funksionon shërbimet të cilët janë me sisteme alarmi. I njoh mirë këto shërbime, prandaj do të bëj disa pyetje jo shumë specifike, por për interesin publik. Pra, në një objekt montohet një sistem alarmi, ka centralin dhe transmetimin e alarmit drejt sallës operative, që ka një koncentrator. Pra, ka një koncentrator ku sisteme e alarme vjen dhe lexohet në monitor. Tani mënyra e transmetimit, pyetja është e hapur. Mënyra e transmetimit është me SIM, është me radioval. Pra, çfarë mënyrash transmetimi ka? Teknologjia ka ecur dhe zhvilluar. Arp Security ka investuar shumë në teknologji, sidomos në sistemet e telealarmit dhe sistemin e monitorimit apo videovëzhgimit, CCTV që njihet ndryshe. Sistemet e alarmit që përdorim janë një brend europian, janë certifikuar nga Bashkimi Evropian, prodhohen Bashkimin Evropian. Janë sisteme të një kompanie çeke, Jablotron, të cilët punojnë në 2 forma, që të mos ngecën asnjëherë. E transmetojnë sinjalin nëpërmjet kartave SIM 4G roaming dhe nëpërmjet linjës së internetit që marrin me Wi-Fi apo me anë fibrës optike. Ndërkohë, në momentin që në një objekt cënohet ka ndërhyrje të paautorizuar, në perimetrin e sigurisë objektit, dyer, dritare apo në perimetrin e jashtëm janë instaluar sensor të alarmit, sinjali me njëherë transmetohet në sallën operative apo qendrën e menaxhimit të shërbimeve. Qendra e menaxhimit të shërbimeve nëpërmjet programit, pra nëpërmjet programit të sallës operative, që është i certifikuar nga Bashkimi Evropian, të është marrë nga Bashkimi Evropian, mund të monitorojë të gjitha sistemet e alarmit në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Një rast konkret është, për shembull, nëse në një objekt në Tiranë tani ka ndërhyrje të paautorizuar, jepet sinjali tek salla operative, shfaqet në monitor. Operatorët e sallës operative, specialistë të operacioneve, menjëherë nëpërmjet radiokomunikimit dhe telefonit, sipas rastit, e transmetojnë tek grupet e verifikimit sinjalit alarmit apo grupet e gatshme që jemi mësuar të themi me zhargon. Grupet e gatshme menjëherë nisen, shkojnë në objekt, bëjnë një çek të objektit të perimetrit të sigurisë, pra një çek të perimetrit jashtëm të sigurisë dhe në çdo situatë njoftojnë sallën operative për gjendjen apo problematikën e konstatuar. Pas këtij veprimi, nëse duhet ndërhyrja e policisë shtetit, për shkak se në objekt mund të ketë persona të paautorizuar,
të cilët ndalohen nga grupi i verifikimit sinjalit të alarmit. Njoftohet policia e shtetit, vjen objekt, kryen veprimet sipas ligjit. Arp Security, grupi i verifikimit sinjalit të alarmit dhe pjesa tjetër e personelit që është drejtuesi teknik për përgjegjësat e shërbimit japin suport, ndihmë për policinë e shtetit, si dhe transmetojnë të gjithë informacionin e nevojshëm policisë së shtetit në kuadër të veprimeve hetimore që kryen. Po kështu, në rast nevoje, grupet e verifikimit të sinjaleve të alarmit, po flasim për objektet me ruajtje me sinjal alarmi, apo dhe objektet me roje fizike, në rast të një ngjarje kriminale, bëjnë rrethimin e vendit ngjarjes, pra nuk cënohet vendi i ngjarjes deri në ardhjen e forcave të policisë së shtetit. Për rastet e zjarreve apo fatkeqësive natyrore, përpiqen, njoftojnë shërbimin zjarrfikës, njoftojnë policinë e shtetit, njoftojnë sallën operative qendrore të Arp Security, si dhe marrin masa për sa të jetë e mundur për evakuimin e personave në objekt. Si janë shpërndara shërbimet në rastet e alarmeve? Për shembull, Tirana është një territor i gjerë. Sa arrini ju ta mbuloni Tiranën me bazën e trafiku, problemet, si jeni në gjendje dhe koha e reagimit që mund të ketë nga momenti i marrjes së alarmit dhe deri tek përgjigjja ndaj objektit? Faleminderit. Duke marrë në konsiderat atë që dhe ju thatë, që është triljen e madhe që ka qyteti i Tiranës, atëhere nga ana jonë është bërë një shpërndarje zonash të caktuara ku grupet e gatshme ose verifikues të sinjaleve qëndrojnë dhe kjo analizë ose kjo shpërndarje është bërë për të qenë sa më hafër ose për të pasur një kohë reagimi sa më të shpejt në raste kur kemi nevojë si në objektet me sistem alarmi apo objektet me shërbimin e rojeve fizike. Kjo bëhet paraprakisht në radhë parë që në momentin kur ne marrim një kërkesë nga një subjekt për një lloj shërbimi, shërbimi mund të jetë me sistem alarmi kamera apo dhe shërbim me ruajtje fizike, atëherë gjëja e parë që bëhet analiza e riskut të këtij objekti, ku përcaktohet koha më e shpejtë e mundshme që ne mund t'i përgjigjemi këtij lloj shërbimi në rastin e alarmit, dhe kjo dhe përcaktohet dhe i thuhet edhe klientit që kjo është koha më e mirë e mundshme për ardhjen në objekt. Njëkohësisht, domethënë, salla operative në momentet e alarmit për të pasur një efikasitet ndërthur punën midis grupeve ose zonave të tjera, sepse ka raste kur në të njëjtën kohë ne mund të kemi disa alarme. Atëherë, detyrimisht që janë bërë paraprakisht analiza kush do jetë grupi mbështetës për të pasur një efikasitet dhe për t'i dhënë klientit shërbimin e duhur, në kohën e duhur. Sa alarme mund vinë në të njëjtën kohë? Jeni në gjendje të menaxhoni të gjitha alarmet në kohë reale? Ndaj dhe thash pak më përpara që ne kemi bërë një analizë risku. Kemi marrë parasysh që kush është numri më i madh i alarmeve, duke ditur dhe numrin e objekteve që kemi në ruajtje. Atëherë, mbi këtë bazë ne kemi përcaktuar dhe zonat ose numrin e grupeve të gatshme që na duhen për këtë lloj shërbimi. A mund t'i verifikoni ju alarmet kur janë alarme false? Patjetër që Alarmet Së fundi po. janë të lexueshme, sepse në moment që ti e lexon që alarmi është buton emergjencë, normalisht ti do ta vlerësosh më shumë se një alarm tjetër që është me një veprim me pult, sepse ka Kjo është në risk. Ai që është veprim, si rastet e bankave janë në subjekt. Rastet e bankat kanë butonit apo jo, nëse flisim për buton. Ose flasim për alarm të marrë nëpërmjet sensorit, lëvizjeve e tjerë, Po pra. atëherë patjetër kjo është. çdo objekt ka riskun e vet, ka vlerësimin e vet. Ne alarmi thash vlerësohet në bazë të asaj që vjen. Nëse vjen një alarm buton emergjencë, normalisht që ka risk më shumë dhe duhet vlerësuar më shumë. Dhe me njëherë çohet grupi i gatshëm dhe merren masa. Kurse një alarm që vjen, alarm vjedhje me një veprim me pult, që do të thotë bëhet një çaktivizim,
normalisht që nuk ka risk njësoj si butoni i emergjencës. Sa të rrezikuar mund të jeni nga ndërhyrjet kibernetike? Sa mundësi ka të hyjet për shembull në radioval, të hyjet në sistemin SIM, apo të hyjet në sisteme tjera dhe mund të dëmtoj shërbimet e sigurisë? Atëherë, Arab Security vitet e fundit ka investuar shumë në teknologjinë dhe në sigurinë kibernetike. Që do të thotë që nga programi i menaxhimit sallës, pra programi i menaxhimit të sistemeve të alarmit, blerja e paneleve të sistemeve të alarmit dhe së fundmi me blerjet e reja të sistemeve të alarmit me inteligjencë artificiale, të cilët transmetojnë sinjalin e alarmit në disa forma, në disa mënyra. Pra, transmetimi i sinjalit është i kriptuar, që nga moduli, karta SIM nuk është thjesht një kartë SIM që mund blihet në një dyqan të telefonisë mobile, por është një kartë SIM që vjen nga prodhuesi. Prodhuesi është kompania Bashkimi Evropian. Ai sjell kartën SIM bashkë me modulin e saj. Karta SIM më vete nuk funksionon që ta marrësh nga paneli dhe ta implementosh në një telefon. Është diçka tjetër. Funksionon me modul dhe sinjalin e alarmit e ka të kriptuar, e transmeton në sallë të kriptuar, pra të sigurt. E para kjo. E dyta, panelet e sinjalit alarmit marrin ose ushqehen nga dy burime. Ushqehen me energji elektrike, funksionojnë me energji elektrike dhe me bateri. Por transmetimi i sinjalit është nëpërmjet kartës SIM dhe modulit kartës SIM dhe linjës së internetit që mund ta ketë Wi-Fi apo fibër optike. Ne jemi të sigurt. Nuk mund thuash siguria është fjalë e madhe që thuash 100%, por janë sisteme të certifikuara nga Bashkimi Evropian dhe mundësia për depërtuar apo për t'i thyer është shumë e vogël. Sepse kompania ku ne furnizohemi me sistemet e alarmit, kompania Xhablatron në Çeki, vetëm në Europë ka mbi 2 milion klientë. Që do të thotë që parametrat e sigurisë janë në nivele shumë të larta. Në disa sisteme njerëzit shpeshherë nisen nga kosto për të investuar, për të instaluar. Pa e kuptuar që nuk është çështja tek kosto e instalimit, sesa tek ajo që quhet dopje teknologji. Sepse në rastet kur mund të kemi ndërhyrje, sigurisht që ky është një sistem shumë i rëndësishëm për të krijuar një lloj garancie duke ulur numrin e alarmeve falso. Për shembull, ai kanë sallat tuaja në moment që ty të vjen një alarm dhe mundësinë që salla bën dialogim me sistemin për ta verifikuar nëse sa nëse. Pra, quhen sisteme bidireksionale. Ka sisteme monodireksionale që jepin një drejtim dhe bidireksionale kur salla pyet sistemin nëse ky alarm është vërtet apo jo. Po. Sistemet e fundit janë fjala e fundit e teknologjisë. Problematikën e transmetojnë tek klienti në smartphone, sepse është programi i tillë, që aktivizimi dhe çaktivizimi i sistemit bëhet nëpërmjet smartphone-it, por i transmeton klientit dhe sallës operative në të njëjtën kohë problematikat që ka objekti. Për shembull, nëse salla i ka të lexueshme këtë gjë. Salla i ka të gjitha të lexueshme, ndërsa klienti ka më të thjeshta për t'i kuptuar qytetari. Tek salla operative sinjali vjen i tillë. Vjen sinjali ku një sensor i perimetrit jashtëm të objektit cënohet. Pra, ka një thyrje të perimetrit sigurisë jashtme. Ka dëmtim të portës hyrëse ose derës që themi ne, të dritareve, apo të një ambienti tjetër nga ku mund të hyhet. Të gjitha këto transmetohen në kohë reale tek salla dhe shfaqen në monitorin e madh që është pak më i madh se monitorit tuaj këtu. Do kalojmë në një spot publicitar dhe do të rikthehemi në pjesën e dytë. Sigurisht që do të trajtojmë jo vetëm sallat operative, por do të kalojmë tek transporti i blerave monetare, tek siguria e personave VIP dhe ke shërbime të tjera shtesë që këto shërbime ofrojnë për interesin publik. Pas pak na ndiqni. U kthyem në pjesën e dytë të emisionit Alo Policia Siguria në Fokus. Sot kemi atë temë që e thamë dhe në hyrjet e emisionit, siguria private si një partner i sigurisë publike. Sot kemi një nga kompanitë e mëdha që ekziston në territorin shqiptar, ARB,
Dhe këtu kemi disa ekspert dhe drejtues të këtij institucioni që merren me elemente të sigurisë. Doja të kthehesha tek vëmendja që është për transportin e vlerave monetare. Në Shqipëri kemi pasur disa incidente dhe grabitje, duke filluar që nga aeroporti i Rinasit, që nga rruga Rinas Tiranë, ku është sulmuar dhe janë grabitur furgonët e transportit vlera monetare, dhe tek grabitja kryesisht të postave apo të filialeve të ndryshme. Prandaj siguria nuk është vetëm brenda bankës, siguria është gjatë transportit nga banka deri tek ai vendi ku duhet të transferohen parat, por sigurisht edhe brenda furgonit. Por ky furgon apo këta mjete ju i dispononi apo jo? Po. Keni ta. Dhe u bëni transport vlera monetare. E thamë dhe në fillim, i bëni në brenda qytetit dhe në ndër qytet. Në ndër qytet. Dhe çfarë lloj mjetësh të blinduara janë këto? Mjetet e blinduara janë sipas standardit ligjit. Janë mjetet certifikuara nga Bashkimi Evropian. Ne konkretisht marrim disa shtete të Bashkimit Evropian tek distributor të certifikuar për shitjen e automjeteve të blinduara. Janë mjetet të niveli blindimit tyre është bërë 6 dhe bërë 7. Janë mjete vit prodhimi 2018 dhe lart. Me ardhjen e tyre në Shqipëri, ato i nënshtrohen inspektimit nga Policia e Shtetit, dhe Policia e Shtetit i pajis dhe me autorizimet përkatëse këto automjete blinduara për të lëvizur dhe për të kryer transportin e vlerave monetare. Personeli i nën kategorisë 1-3B, pra personeli që realizon ruajtjen dhe transportin e vlerave monetare, është një personel i certifikuar nga Policia e Shtetit. Është një personel që ka certifikatën si punojës shërbimi ose punojës sigurie, ka dhe lejen apo certifikatën për mbajtjen e armës së zjarrit. Personeli që ruan dhe transporton vlerat monetare, qoftë të bankave, apo të bizneseve në drejtim të bankave, apo nga banka në bank, është personel i certifikuar që i nënshtrohet një niveli verifikimi dhe certifikimi shumë të lartë nga Policia e Shtetit dhe nga kompania Arb Security. Transporti i vlerave monetare kryhet konform të gjitha standardeve që përcakton ligji shqiptar. Pra ligji për SHPSF, ligji 75 i vitit 2014 për shërbimin privat sigurisë fizike dhe të gjitha rregullave që normon udhëzimi numër 150 i vitit 2024 për shërbimin privat sigurisë fizike nga Ministri i Brendshëm i Republikës së Shqipërisë. Personeli është i certifikuar, mjetet e blinduara janë të një standardi shumë të lartë dhe të gjitha procedurat standarde zbatohen me përpikmëri, që do të thotë që deri në momentin aktual Arb Security gjatë këtij procesi nuk ka pasur asnjë incident sigurie. Monitorohen automjetet gjatë lëvizjes tyre, monitorohen? Automjetet gjatë lëvizjes tyre monitorohen në disa forma nga salla operative qendrore e kompanisë Arb Security. Kanë sisteme të video vëzhgimit në live view që transmetohen në salla operative. Kanë sisteme GPS që dim në çdo moment ku ndodhet mjeti, me sa kilometra në orë po lëviz, ku ka ndaluar e tjerë. Kanë sistem të dy fish të komunikimit, sistemin e komunikimit me radio dhe me telefon. Smartphone dhe fix në brenda bimit. Bashkëpunojnë me Policinë e Shtetit në rastet e problemeve që ka? Në çdo rast ne bashkëpunojmë me Policinë e Shtetit. Ligjërisht ne informojmë Policinë e Shtetit për çdo lëvizje të automjeteve të blinduara përgjatë procesit transportit vlerave monetare. Dhe Policia e Shtetit, për të qenë shumë korrekt, është përgjigjur në kohë dhe cilësisht në çdo rast apo në çdo nevojë. Pavarësisht faktit, si rezultat i këtyre masave, si rezultat i zbatimit me rigorozitet të procedurave standarde dhe si rezultat i investimeve, qoftë në teknologji, qoftë në mjete cilësore, realisht deri në momentin që flasim ne nuk kemi pasur asnjë incident sigurie. Policinë e njoftoni që në momentin që filloni transportin apo vetëm në rastet kur ka probleme? Jo, për çdo lëvizje që vjen në sallë nga banka, kërkesë e bankave,
merret si procedurë dhe ne duhet ta raportojmë në Policinë e Shtetit para se të fillojë lëvizja. Raportohet në polici, pastaj fillon lëvizja. Tani, shërbimet tuaja dhe janë vetëm për ruajtjen fizike, nuk janë për kontaktin i drejt për drejt me monedhën. Kontakti i drejt për drejt dhe pronari apo mbajtësi i saj është banka. Dhe ju nuk keni për sa i përket masave, të cilët janë për eliminimin e monedhës, që ajo në momentin që ka një grabitje të bëhet e papërdorshme. Këto janë sisteme të cilët duhet i disponoj kryesisht banka. Sepse e themi që në rastet e tentativave që kanë ndodhur në Itali apo në vende tjera, ka sisteme të cilët bëjnë bllokimin e monedhës. Duke filluar që nga përdorimi i bojës dhe nga sisteme të tjera, të cilët e bëjnë të pavlefshme marrjen dhe tentativën e grabitjes së kësaj monedhe. Kështu që nuk është pjesë e shërbimeve tuaja. Jo, kjo pjesë nuk është, por ne si rezultat i investimeve në teknologji dhe në pajisje shumë të mira, ka disa element shtesë sigurie. Vetë blindat, edhe nëse hapet automjeti blinduar, gjë që është e pamundur, kanë dhe disa element shtesë sigurie që duhet të thyesh një blind të dytë për të arritur tek parat. Pra është shumë e vështirë. Por në rastet të cilët janë evidentuar sulme ndaj blindeve dhe ka pasur ato grabitjen, çfarë ka çeduar tek ata sipas këndvështrimit tuaj? Unë mendoj se janë shkelur të gjitha rregullat ose ligji për që normon këtë lloj shërbimi. Domethënë si në llojin e blindit të përdorur, domethënë sipas standardit ligjor ku po themi kemi BR3, BR4, BR5, BR6, BR7, sa më e lartë numri i tyre, aq dhe më e madhe është cilësia e blindit, apo përdorimi i mjeteve që s'kan asnjë lloj standardi ose asnjë lloj mbulese blindi. Patjetër që i kontrollon dhe policia e shtetit apo vetëm institucioni me cilin keni lidhur kontratën? Këtë kontroll e bën sigurisht policia e shtetit, por është edhe pjesa e Bankës së Shqipërisë. Ju i keni të certifikuara shërbime të tilla? Ne kemi të certifikuar të gjitha shërbimet. Janë të certifikuara automjetet e blinduara që përdoren. Certifikimi i tyre fillon nga policia e shtetit dhe përfundon tek inspektimi dhe vlerësimi i riskut që bëjnë bankat vetë. Vetë bankat, sistemi bankar, çdo bankë e nivelit 2 ka një departament sigurie, i cili përpara se të lidh kontratën bën një vlerësim riskut të kompanisë në total. Pra vlerëson asetet, burimet njerëzore, logjistikën, mjetet e komunikimit dhe çdo gjë tjetër. Pastaj kalohet në aspektin ligjor dhe financiar që ajo është komplet çështje tjetër. Përveç sistemit bankar, mbledhja e monedhës ose transportimi i saj, vlen dhe për qendrat komerciale, vlen për bizneset ndryshme, i bëni të shërbime? Sigurisht që ne këtë lloj shërbimi afrojmë edhe për klientët komercial, pasi është detyrim që transporti nga subjektet private apo nga qendrat tregtare apo kudo tjetër që janë, të bëhen sipas standardit ligjor, domethënë nëpërmjet mjeteve të blinduara. Por sigurisht që këto janë me kohë të caktuar, domethënë për gjatë ditëve të javës, atëherë kur dhe bankat janë të hapura. Unë kam pasur mundësinë që shumë vite më parë, kur drejtoja në institucione e sigurisë në Policinë e Shtetit, në kuadrin e përgatitjes ligjit, por dhe të legjislacionit për këto shërbime, të vizitonim disa kompani në Itali. Ata kishin një model shumë interesant. Unë jam kote bërë atë pyetje, banka tranzite. Do të thotë që monedha është gjithmonë e frikshme të flejë në objekt, për shumë arsye. Sepse bëhen objekte dhe subjekte të sulmeve. Kur sot armët janë sheshit, kur grupet kriminale sot janë të sofistikuara, por dhe krimi nuk është më aq ordinar. Pra ka evoluar si policia shtetit, si policitë private, po dhe krimi ka evoluar. Edhe këto, po themi, rastet banale kanë evoluar.
dhe ajo merret, vendoset në një bankë që është brenda një instituti sigurie, gjithçka është e monitoruar, plastifikohen dhe ditën kur bankat hapen i çojnë në bankë. Pra, kjo është një metodë që ta përdorin. Dhe e dyta, në objektet e një rëndësie të veçantë, do vim dhe tek objektet, si do t'i klasifikojmë? Se jo çdo gjë quhet objekt i rëndësisë të veçantë. Duhet ta klasifikojmë shkallën e rrezikut, sepse ne kur themi një objekt dhe merr në ruajtje, duhet analiza rrezikut. Nëse ti nuk ke një analizë rreziku, ti nuk mund të përcaktosh kurrë se si ti duhet ta mbrësh. Se siguria është parandalimi. Siguria nuk është kur të ndodhi dhe të kapim personin. Dhe prandaj ne na ndodhin ngjarje dhe situata të tilla. Dhe analiza e rrezikut vjen, thash, mbi bazën e rrezikut që ka një objekt. Kam pasur mundësinë të vizitoj një qendër të Axhipit. Për të kaluar nga një objekt tjetër, midis xhamave të blinduar ishte shërbimi i policisë private. Për të kaluar nga një derë e blinduar në një derë tjetër, hapesh dera e parë, ishte i monitoruar dhe duhet plotësohej 4 kritere. Gjurma e gishtit, retina e syrit, pesha trupore që mund të kishe, ti mund t'i bësh këto kushte derisa të vish te këto element, duke i vënë pistoletën një personi që është vërtet pjesë e stafit, por mbi pesha bënte që të mos realizojë kushti i fundit për kalimin e tij në atë sistem. Këtu pastaj vijnë dhe sistemet e mbrojtjes nga zjarri, sepse në një objekt nuk është vetëm alarmi, po dhe alarmet e zjarrit. Po me alarmet e zjarrit i monitoroni dhe si bashkëpunoni me policinë me mbrojtjen nga zjarri, apo nuk është pjesë e punës tuaj? Në aspektin ligjor nuk lejohet që policitë private të monitorojnë pjesën e sistemeve të zjarrit. Këto janë detyrim i shërbimit të zjarfikseve. Sigurisht ato instalohen, kontrollohen, certifikohen, po nga shërbimi i zjarfikës. Jo, flas për sistemin e alarmit të mbrojtjes nga zjarri. Nuk po flas për mjetet e fikës zjarrit. Nëse në rast zjarri, domethënë sistemet alarmi njoftojnë, atëherë detyra e shërbimeve të sigurisë është njoftimi i shërbimit zjarfikës, domethënë mbajtja e rrugëve të lira ose evakuimi i personelit në të rrezikuar, dhënia ndihmës parë, domethënë këto janë elementët që lidhen me pjesën e zjarrit. Çfarë kompetencash ka shërbimi i policisë private? Se shpeshherë një pjesë e njerëzve nuk e din, po dhe njëherë abuzohet lidhur me kompetencat, se nuk kanë pushtet pa kufizuar. Ka një pushtet që lidhet vetëm me objektin, lidhur me masat e sigurisë me bazë irregullore të miratuar midis titullarit të objektit dhe kompanisë që e merr në ruajtje këtë subjekt. Këtu kam parasysh trupin diplomatik, objektet e rëndësisë veçantë që janë ato institucionet që do t'i diskutojmë së bashku, ato që ju thatë në momentin e parë, siç janë ngasjellësit apo digat apo objektet e kësaj rëndësie. Kompetencat e shërbimit privat sigurisë fizike janë përcaktuara në ligj. Tek ligji 75 i vitit 2014, që është forma e organizimit dhe tek udhëzimi numër 150, datë 16/8/2024 për shërbimin privat sigurisë fizike. Por përpara kësaj, shtetet ndryshme kanë forma të ndryshme organizimi. Siç ju morët shembull Italinë, unë do të vinë në Ballkan, Kosova ka formë tjetër organizimi të shërbimit privat sigurisë fizike. Apo dhe vendet tjera të rajonit. Shërbimi privat i sigurisë fizike në Republikën e Shqipërisë është i plotësuar shumë mirë në aspektin e kuadrit ligjor. Pra, ka një ligj organik, ka dhe akte nënligjore që normojnë punën. Ka dhe formën e monitorimit dhe të kontrollit nga policia e shtetit, nga organet e policisë së shtetit, sepse shërbimi privat i sigurisë fizike kontrollohet në 2 forma nga policia e shtetit. Në momentin e licencimit kompanisë dhe drejtuesit teknik dhe të administratorit e bën drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit. Momentin e parë. Momentin e dytë, certifikimin e punonjësve të rolit bazë, pra rojet e sigurisë, i certifikojnë drejtoritë vendore të policisë me miratimin dhe nënshkrimin e drejtorisë vendore në jurisdiksionin përkatës. Ky punonjës shërbimi që në fazën e parë, pra në momentin e parë që fillon procesi i rekrutimit, duhet paraqes një sër dokumenta që duhet të vërtetojnë që është i aftë për këtë punë që do të kryej, siç është raporti mjekësor, dëshmia penalitetit,
vërtetime të ndryshme, të cilat të gjitha i shkojnë policisë shtetit. Policia shtetit bën dhe verifikime të thelluara për gjithë se cilin rast dhe në përfundim del në konkluzionin që do të certifikohet ose jo. Përsa i përket kompetencave, kompetencat lidhen me objektin. Por përpara se Arab Security të marrë një objekt në ruajtje, qoftë objekte strategjike dhe të rëndësisë veçantë që janë gasjelca, hidrocentrale, fabrikat të industrisë rënd, pra të prodhimit, linjave të prodhimit që kanë impakt në jetën sociale dhe ekonomike të vendit, në çdo rast bën një vlerësim të riskut. Çfarë do të thotë një vlerësim i riskut për ne? Vlerësimi i riskut për ne do të thotë që ne ta shohim objektin me syrin kritik. Ta shohim objektin me syrin kritik dhe të dim saktësisht se nga mund t'i vijë rreziku këtij objekti. Me qëllim që në momentin e vendosjes shërbimit ne të marrim ato masa që i përgjigjen sfidës dhe ofron për klientin apo për komunitetin atë siguri që ata kërkojnë, atë standard sigurie që ata kërkojnë. Lidhur me përdorimin e forcës, a mund ta përdori forcën një punës policie në një objekt caktuar? A mund të dali nga objekti për ta përdorur këtë forcë? Sepse ka shpesh herë diskutime, nuk dua të them raste konkrete sepse nuk dua ta përdor në medias, po ka raste të diktetimit, ku punojësi policie private merr shkopin e gomës dhe qellon qytetarët. Në bazë të ligjit 75 të vitit 2014 janë të përcaktuara të gjitha të drejtat dhe detyrimet, ku dhe përdorimi i forcës është i përcaktuar dhe i lejuar brenda pjesës së objektit të cilit ruan. Gjithmonë në rastet kur është e nevojshme dhe në proporcion të sulmit që i vjen. Nuk mund të përdori forcën atëherë kur nuk ka përballë një rrezik. Gjithmonë kjo duhet në proporcion të rrezikut që i vjen. Por gjithmonë brenda objektit të cilit ruan. Asnjëherë jashtë këtij objekti. Nuk ka asnjë lloj të drejtë jashtë këtij objekti. Shpeshherë flitet për detektiv privat. A ka ligj Shqipëria që të ketë detektiv privat? Shërbimi privat i sigurisë fizike nuk e ofron një shërbim të tillë. Shërbimi privat i sigurisë fizike nuk kryen hetim. Në rastet e ngjarjes kriminale, siguron vendin e ngjarjes, njofton policinë e shtetit, vën dispozicion policisë së shtetit të gjitha dhënat, informacionet apo deklarimet që kërkon rasti. Sepse ka shumë abuzime lidhur me fjalën detektiv privat. Shqipëria nuk e ka të miratuar. Jo. Dhe fatkeqësisht her pas here dalin që ka detektiv nga njerë dalin dhe në media dhe tregojnë që çfarë informacionesh. Nuk mund të kesh të shkosh tek privatësia tjetër për çfarë do dhe arsye. Kjo është vetëm pjesë e policisë shtetit. Pra vetëm policia e shtetit bën hetime, vetëm policia e shtetit krijon dhe merr informacione, po jo për gjëra të cilët nuk i përcakton ligji dhe abuzohet. Sepse nuk ka certifikim për detektivët. Është diskutuar shumë për futjen e një ligji të tillë që mendohej që mund t'i atashohej policive private, por kjo nuk kaloi, nuk u miratua, mbeti vetëm një projekt. Dhe për aq kohë sa nuk ka, për qytetarët nuk ekzistojnë detektiv privat dhe çdo gjë tjetër që përdoret është abuzive. Me të drejtat edhe kundërligjshme mbi drejtat dhe privatësinë e qytetarit. Ju thatë për disa objekte strategjike. Këto objekte strategjike sigurisht që kërkojnë një lloj edhe certifikimi apo jo, sepse janë mbi bazën e standardeve të Bashkimit Evropian. Vërtet ligji jon përcakton shërbimet dhe detyrat që kanë këto shërbime, po mënyrën se si disa shërbime ata i kërkojnë të certifikuara, patjetër pastaj hyn ato që quhen certifikatat
ISO-ve. Ligji shqiptar për shërbimin privat sigurisë fizike së bashku me aktet nënligjore që nxjerr Ministri i Brendshëm, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, normojnë dhe certifikojnë çdo veprim që do të ndërmerret. Por në rastin e objekteve të rëndësisë veçantë apo objekteve strategjike, objekteve me risk të lartë, siç janë të klasifikuar edhe në ligjin për objekte të rëndësisë veçantë, siç janë hidrocentralet, gazsjellsat, naftsjellsat, apo përfaqësi diplomatike shumë të rëndësishme në Shqipëri e tjerë, është e nevojshme që ne të ofrojmë një standard shumë më të lartë se ato që përcakton ligji. Standardi i shërbimit është sipas standardit që kërkon dhe ofrojnë shërbime kompanitë si motra në Bashkimin Evropian. Që do të thotë, ne jemi detyruar të plotësojmë shumë pika dhe shumë standarde, të kërkojmë shumë nga vetja, të investojmë shumë në burime njerëzore, në teknologji, në logjistik për të kapur këto standarde. Arab Security disponon të gjitha certifikimet ISO, nga menaxhimi i informacionit që fillon tek salla operative dhe gjitha të tjerat, deri tek menaxhimi strategjik që janë drejtuesit mallor të kompanisë. Të gjitha këto certifikime nuk janë marrë në Shqipëri, po janë marrë nga kompani që ofrojnë shërbime dhe konsulencë ndërkombëtare, nga kompani italiane, angleze, amerikane, zviceriane. Po kështu, Arab Security është antar membership i ISOC-s. ISOC-a është një organizatë ndërkombëtare që certifikon qeveri, kompani sigurie dhe kompani dhe entitete të tjera për sa i përket standardit sigurisë. Arab Security është e vetmja kompani në Ballkan që është antare e ISOC-s, e vetmja kompani në Shqipëri që është antare e ISOC-s, e vetmja kompani në Ballkan dhe ndër të paktat në Europë. ISOC-a financohet nga qeveria britanike, ka certifikuar shumë qeveri në Europë dhe në botë, dhe ndër të tjera ka certifikuar për standardin e sigurisë dhe Arab Security. Për shkak të dinamikës, për shkak të nivelit të angazhimit dhe për shkak të nevojës për të ruajtur këto objekte strategjike që kemi në ruajtje. Këtë vit Arab Security ka marrë çmimin e parë në të gjitha vendet pjesëmarrëse për menaxhimin e burimeve njerëzore dhe menaxhimin e krizave. Me thotë menaxhimin e burimeve njerëzore. Shumë rëndësishme sepse baza kryesore e një pune janë pikërisht njerëz. Ai është problemi më i madh, njerëzit. Si punohet në drejtim të anës tyre profesionale, në drejtim të anës faktorit psikologjik, lodhja, stresi, ata janë njerëz si përse kudo në shoqëri kanë dhe ato problemet e tyre. Dhe a ka një lloj diferencimi mbi bazën e kategorisë shërbime që ato bëjnë, për shembull, transporti vlerë monetare me objekte një rëndësie të veçantë, me objekte sportive, me objekte artistike, pra se varet nga lloji i objekteve që ju kryen e shërbime. Si punohet, çfarë bëhet me ta, dhe lidhur me armët që atë mbajnë. A trajnohen, a bëjnë përgatitje për qitje, a janë të afta, a përdorin armën në rastet të një rreziku, dhe çfarë lloji armësh janë, armë të gjata, armë të shkurtra, armë brezi. Punojësit e shërbimit të Arab Security, përveç trajnimeve të detyrueshme dhe certifikimit nga Policia e Shtetit, i nënshtrohen dhe trajnimet posaçme në varësi të objektit ku ata shërbejnë. I nënshtrohen instruktazheve specifike në varësi të objektit ku ata shërbejnë. Sepse nuk është i njëjti modus operandi, pra e njëjta mënyrë veprimi, si tek një hidrocentral, që është objekt i rëndësisë veçantë dhe nga pikpamja ligjore, si tek një qendër komerciale, pra i nënshtrohen instruktazheve specifike. Arab Security ka futur në sistem prej kohësh menaxhimin dhe kontrollin e integruar të shërbimeve. Që do të thotë që ne kemi një personel drejtues duke filluar nga përgjegjësat e shërbimit, supervizorët e shërbimit në rrethe, në qarqe, në prefektura, deri tek drejtori ekzekutiv, është një zinxhir njerëzish, të cilët hallk pas hallke menaxhojnë dhe kontrollojnë burimet njerëzore.
janë pranë burimeve njerëzore, me dhe pa probleme, edhe kur nuk ka problematik në një objekt caktuar, ne jemi pranë tyre. Për t'i takuar, për të biseduar, për të dëgjuar problematikat e tyre, për të lehtësuar vështirësitë e punës së tyre. Që siguri e ka nga një shërbim privat i sigurisë, ruajtja për shembull e një dige ose një hidrocentrale. Ne tham pak më parë që përpara marrjes së një objekti ne bëjmë një vlerësim risku dhe dim me saktësi që nga mund t'i vi risku këtij objekti, hidrocentralit konkretisht. Për veprat e mëdha, siç janë hidrocentralet, gazsjellcat, naftsjellcat e tjerë, të cilat ne i kemi në ruajtje, vlerësimin e riskut e kemi bërë në 2 faza. Arp Security në leadershipin e saj ka ish drejtues të policisë shtetit, ish drejtues të forcave të armatosura dhe të shërbimit sekret, të cilët kanë një ekspertizë shumë të lartë për gjatë viteve të akumuluar në institucionet e sigurisë dhe në rastet e hidrocentraleve dhe në rastet e objekteve të rëndësisë veçantë, vlerësimi i riskut bëhet në 2 faza. Bëhet nga ekspertët dhe specialistët e Arp Securities dhe bëhet nga ekspertët dhe specialistët e Arp Securities në bashkëpunim me klientin. Që këtu nuk mund të shmangim përgjegjësinë dhe rolin e të pa diskutueshëm policisë shtetit, sepse disa objekte mund bëhen dhe vende sulmi edhe për akte terroriste. Kështu që nuk mund të jetë në vetëm vlerësimin e një policie private, por kësaj takon shtetit që t'i përcaktojë nivelin e sigurisë dhe jo vetëm, por edhe të masave të sigurisë për të parandaluar akte të rrezikshme të terroristëve të cilët mendonin për çfarë fataliteti flitet, dhe këtu kemi bëjmë për element të sigurisë kombëtare. Erdhëm në fund të emisionit, lidhur me një temë që mendoj ishte me interes për publikun për të parë çfarë janë shoqëritë private të sigurisë, roli i tyre, dhe pata kënaqësinë që të kisha në të ftuar Edmond Mulej, faleminderit që ishit sonde. Faleminderit ju. Kristina Boçit, faleminderit. Kënaqësi që ishit me ne në studio. Dritan Dervishi, faleminderit. Faleminderit. Që ishit. Irena Hoxha, faleminderit. Faleminderit. Faleminderit të nderuar teleshikues për kohën dhe mendjen. Ne këtu jemi duke mbyllur emisionin e sotëm. Shihemi në emisionin e radhës. Ju urojmë festën e 14 marsit të verës, ta festoni me fëmijët tuaj, të gëzoni dhe të jetë një ditë e bukur për gjithë ju bashkë. Natën e mirë, mirupafshim.